Në mesin e disa të dyshuarve për vendosjen e barikadave në veri gjatë vitit 2022, janë edhe 2 zyrtarë të listës serbe. Kryetari i saj Zlatan Elek dhe antari tjetër Slavko Simić, të 2 deputet në Kuvendin e Kosovës, janë ftuar për intervistim nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Por kjo procedurë është shtyrë për një datë tjetër. PSRK zbaton përpikmëri procedurat ligjore në përputhje me kushtetutën dhe në mënyrë të barabartë për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Intervistimi është shtyrë për një datë tjetër brenda këtij muaji dhe për veprime tjera do të njoftoheni në kohë. 2 deputetët serb dyshohen për veprat penale, pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, thirrje për rezistencë dhe bashkimin në veprimtari kundër kushtetuese. Për këtë çështje është pyetur deputeti tjetër i kësaj partie, Igor Simić, para seancës së sotme të Kuvendit. Ai ka thënë se do t'i përgjigjen pozitivisht ftesës derisa ka bërë akuza në drejtim të qeverisë. Do t'i përgjigjemi thirrjes, jo sepse besojmë se është një proces i drejtë, por sepse e dim që gjithmonë kemi kërkuar paqe dhe nuk kemi bërë asgjë të palegjshme. Ndërsa ata që kanë organizuar protesta të dhunshme këtu në Prishtinë dhe kanë djegur automjete ndërkombëtare, ata janë në qeveri. Nga dhjetori vitit 2022, disa nga rrugët e veriut ishin bllokuar për 3 javë me automjete të rënda. Ato ishin vendosur pas arrestimit të ish zyrtarit policor serb Dejan Pantić, i cili dyshohet se ka kryer vepra penale terroriste.